بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona. S'ka dyshim se kë Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, s'ka kush që e humb. Dhe kë e humb dhe e lajthit nga rruga e drejtë, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut I cili është një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. Pa dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahut, kurse udhëzimi më I mirë në të mirën është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe veprat më të shëmtuara janë gjërat e shpikura në fe. Çdo shpikje përmban bidat, çdo bidat është humbje dhe lajthitje, dhe çdo lajthitje dërgon në zjarr. Të nderuar vëllezër, të gjithë jemi të vetëdijshëm se jemi duke jetuar një kohë kur e keqja dhe të këqinjet janë shtuar aq shumë sa që ata janë duke udhëhequr çdo kund. Mu për këtë arsye, unë ndije nevoja për një ligjërat me këtë temë rreth rëndësisë së urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja dhe stabilizimit të ummetit islam nëpërmjet saj, për arsye se çdo musliman dhe muslimane duhet të pajiset me këtë veçori të lartë të cilën e kishin pejgamberët e Allahut, pastaj veçori të cilën e kishin gjithashtu edhe shokët e Muhamedit, paqja dhe bekimi I Allahut qof mbi të dhe kënaqësia e Allahut qof mbi ta. Andaj kjo ligjërat është një lloj thirrje për të gjithë besimtarët dhe besimtaret, muslimanët dhe muslimanet, të cilët pak a shumë kanë xhelozi ndaj islamit, të mos e kalojnë jetën e tyre në izolim dhe pasivitet, por të jenë aktiv me besimin e tyre kudo që të jenë, të jenë aktiv me urdhërim në të mirë dhe ndalim nga keqja. Nëse ndalemi dhe analizojmë ajetet kuranore që flasin rreth rëndësisë së urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja dhe dobive që sjell ky lloj ibadeti I madh, ky virtyt I lartë, vërejmë se I tërë ummeti islam ngritet mbi këtë boshtin e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga keqja. Fakt ky që lidhet sepse ummeti islam është një ummet që mban mbi supe përgjegjësinë e shoqërisë dhe ruajtjen e stabilitetit dhe ruajtjen e shoqërisë nga devijimet morale fetare që janë shkatruese. Allahu xhalla shanuhu kur ka folur për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për ummetin islam, e ka lavdruar me një cilësi
që ka dashur me tregu se kjo është ajo cilësia më dalluese dhe veçuese e këtij ummeti ndaj të gjitha ummeteve tjera, popujve tjerë të pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ajet kuranor është fjala Allahu xhalla shanu ku thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Ju ishit ummeti më i mirë i dalur në mesin e njerëzve. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja, wa tu'minuna billah, dhe i besoni Allahut. Me këtë ajet kuranor nën kuptojmë se pas besimit në Allahun xhalla shanu dhe realizimit të shtyllave të Islamit, sikur namazi, agjërimi, zakati, haxhi, ibadeti më i dashur tek Allahu i lartë madhruar, që e bën një njeri të dallohet nga tjetri, është urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe Allahu xhalla shanu për ta treguar rëndësinë e këtij ibadeti e ka paraprir në këtë ajet para besimit në Allahun xhalla shanu, edhe pse besimi në Allahun xhalla shanu është baza. Pa besim në Allahun nuk ka urdhërim në të mirë dhe ndalim nga keqja. Mirë po përderisa ai e ka paraprir urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja si veçoria më e dalluese e këtij ummeti që e ka bërë si ummet më të mirë të dalun mbi sipërfaqen e tokës në mesin e mbar popujve tjerë, tregon se prej besimit në Allahut, kur ka thonë Allahu në fund, wa tu'minuna billah, ju ishit populli më i mirë i dalun mbi sipërfaqen e tokës në mesin e njerëzve. Urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga keqja dhe i besoni Allahut. Allahu don të tregoj me këtë vonim të përmendjes së besimit ndaj tij pas urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja, se besimi në Allahun xhalla shanuhu është besim që ngritet mbi aktivitet, jo pasivitet. Besimi në Allahun është besim që ngritet mbi ambicie të lartë. Besimi në Allahun xhalla shanuhu është besim që ngritet mbi vullnet të lartë. Andaj besimi në Allahun xhalla shanuhu nuk pranon pasivitet fare. E aktiviteti më i madh i muslimanit në këtë botë, pas besimit të tij në Allahun xhalla shanuhu dhe të dërguarit të tij, është urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Sepse vetëm në këtë mënyrë ky Islam, kjo fe Allahu xhalla shanuhu ruhet dhe ngritet dhe përparon. Mu për këtë arsye Allahu xhalla shanuhu në një ajet tjetër kuranor urdhëron në mënyrë obligative që në mesin e besimtarëve dhe besimtareve, muslimanëve dhe muslimane, patjetër të jetë një grup që e mban bisupe përgjegjësinë e urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Një grup që patjetër merret me këtë ibadet. Thot Allahu xhalla shanu: "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair." Jet mesin e juve një grup prej besimtarëve që urdhërojnë në të mirë, u yanhauna 'anil munkar, dhe ndalojnë nga e keqja. Le të jetë një grup prej juve që thret njerëzit në hajër, në mirësi. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Dhe mirësia më e madhe është wa ya'muruna bil ma'ruf, urdhërojnë në të mirë. Urdhërimi më i mirë është njëshmëria ndaj Allahut. Wa yanhauna 'anil munkar, dhe ndalimi nga e keqja, dhe ndalojnë nga e keqja, dhe ndalimi më e madh nga e keqja është ndalimi nga shirku dhe çdo lloj rrugë tjetër që çon në shirk, në politeizëm. Dhe Allahu xhalla shanu e përmbyll këtë ajet kuranor me një përgëzim shumë të madh që i pret ata, kur thot në fund të këtij ajeti: "Wa ulaika humul muflihun", dhe ja mu të tillët janë të shpëtuarit. Të ndalemi pak tek kjo pjesë e fundit e ajetit kuranor ku Allahu xhalla shanu thot për këta:
wa ulaika humul muflihun. Dhe të tillët janë mu të shpëtuarit. Fjala al-falah, që ne në gjuhën shqipe përkthejmë shpëtim, në gjuhën arabe ka disa kuptime gjuhësore shumë të bukura, po dhe kuptime terminologjike islame. Fjalën falah ne e vazhdimisht e ndëgjojmë në ezan, kur muezini i thret besimtarët, hayya ala s-salah, e janë në namaz, hayya ala l-falah, e janë në shpëtim. Fjala falah në gjuhën arabe, tash po e cekëm urtësin, pse Allahu Gjellëshanuhu për ata të cilët thrasin në khajr, në mirësi, urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, pse Allahu ka thonë për ta janë të shpëtuarit, tu tash ti po ndalemi, pe sqarojmë urtësim pse ka thonë, e ka përdor këto fjalën shpëtim për ta. Fjala falah në gjuhën arabe ka kuptimin e qarjes të diçkafit në dysh. Në gjuhën arabe bujku quhet fallah. Kur quhet bujku në gjuhën arabe fallah, nga shpreha falah, për arsye se vazhdimisht bujku çon tokën për të mbjellë gjëra. Andaj Allahu Gjellëshanu kur ka thonë për këta që urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, janë të shpëtuarit, janë muflihun, ka dashur të tregoj se këta janë ata që vazhdimisht e çojnë devijimin, e shkatrojnë devijimin, vazhdimisht e çojnë ignorancën, vazhdimisht e çojnë shirkun, vazhdimisht e çojnë bidatet, sikur se bujku që çon me mjetet e tij tokën për të mbjellë diçka, ashtu edhe këta, për shkak të aktivitetit të madh, ambicës madhe që kanë në veten e tyre, që të ruhet feja Allahut, një aspekt janë sikur se ai bujku që e merr qerrin e kalit apo një mjet modern për ta çojë tokën, dhe ai ec pa u ndal dhe e çon tokën, që të mbjellë diçka të dobishme. Ashtu edhe këta vazhdimisht e çojnë errësirat, devijimet, ignorancat, bidatet, mëkatet, që të mbjellin në këtë ummet mirësi, sikur se bujku që e çon tokën. Urtësia tjetër pse Allahu Gjellëshanu ka thënë për këta se janë muflihun, janë të shpëtuar, del në kuptimin e dytë që ka fjala el falah, apo muflih, që ne e përthejmë në gjuhën shqipe, i shpëtuar. Fjala el falah në kuptimin e tij dytë në gjuhën arabe është përjetshmëri, mbetje. Kur ka thonë Allah për ta, ata janë muflihun, ka pas për qëllim, thonë dietarët nga komentatorët e Kur'anit, janë mu ata që mbesin ashtu si janë në udhëzimin e Allahut pa ndryshuar. Ulaike humul muflihun, ata janë mu të ata që janë të shpëtuar, do me thonë janë ata që mbesin në udhëzimin e Allahut, pa lëkundur, dhe vazhdojnë në këtë udhëzim, vazhdojnë besin për jetësisht deri në vdekje. Andaj, këtu e vrejmë në edhe dobin e urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Ai që merret me urdhërim në të mirë dhe ndalimin nga keqja, Allahu e forcon në atë mënyrë dhe në atë formë që nuk ka vështërsi në jetën e tij, që nuk ka mundësi ajta mos te i kaloj. Edhe nuk ka mundësi që ai të mos ballafaqohet me ta, të te i kaloj, ta çaj për dysh dhe të ecë përpara. Në anën tjetër, dobia e urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja është se ty të bën stabil në fenë e Allahut. Bën përjetshëm, ti mbetesh në atë gjendje. Gjithsesi, dhe plus të shtot udhëzimi më tepër nga ana Allahu Gjellëshanuhu, për shkak të misionit të rëndë që ki marrë mbi supe, që me kry këtë obligim apo urdhër të Allahu Gjellëshanu në mesin e muslimanve. Andaj
Nuk është rastësi këtu. Pse Allahu xhalla shanuhu në këtë ajet kuranor thot për ta ulaika humul muflihun, mu të tillët janë të shpëtuarit, sepse janë ata që çojnë çdo lloj devijimi. Nuk ka devijim këta që i ndal. Nuk ka bidat që i ndal. Nuk ka shirk këta që i ndal. Nuk ka mëkat që del në shoqëri, manifestohet përveç se këta urdhrojnë, ndalojnë, edhe ecin dhe mbesin ashtu si janë, përjetësisht nga ana Allahut të lartë madhruar. Apo vreni o vëllezër, se çfarë vlere ka të madhe urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga keqja. Andaj këtu edhe vrejmë në urtësinë se urdhërimi në të mirë dhe ndalim nga keqja është mu baza kryesore e stabilitetit të islamit edhe fesë Allahu xhalla shanu një shoqëri që mos të humbët dhe të rshqas. Përderisa në mesin e muslimanëve nuk e kam për qëllim që vetëm hoxhallar duhet të merren me këtë. Hoxhallar gjithsesi. Mirë po edhe çdo musliman dhe muslimane tjetër që ka pak a shumë ambicie, që ka pak a shumë xhelozi ndaj fesë Allahut, duhet të jetë në kuadër të këtij grupi të shpëtuar nga ana Allahu xhalla shanuhu që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga keqja, sidomos ne në këtë kohë që jetojmë, e cila kohë është e mbushur me çdo lloj të keqeje dhe me të gjitha llojet e të këqijve që kanë deportuar në të gjitha sferat e jetës sonë. Andaj edhe ne nuk do të heshtim. Çështja e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga keqja nuk është një obligim i hoxhallarëve, por është obligim i çdo muslimani dhe muslimanie. Argumenti pse urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga keqja është obligim i çdo besimtari dhe besimtari, nuk është obligim i vetëm dietarëve dhe hoxhallarëve. Është thënia Allahu xhalla shanu në Kur'anin fisnik ku thot wal mu'minuna ba'duhum wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë bashkëpunues me njëri tjetrin. Një aspekt janë alat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Wa yuqimuna as-salah, dhe falin namazin. Wa yu'tuna az-zakah, e japin zakatin. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu, dhe respektojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Ulaika sayarhamuhumullah. Të tillët janë ata që Zoti do t'i mëshiroj. Shiqoni edhe në këtë ajet kuranor, Allahu xhalla shanuhu e paraprin urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga keqja për shkak të rëndësisë së madhe që ka në shoqëri, sepse dobia urdhërimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja është një dobi që lidhet me shoqëri, nuk është një dobi që lidhet me person, me privatësi dikujt, me jetën private dikujt. Namazi është një dobi mes teje dhe Allahut. Dhënia e zakatit mes teje dhe Allahut dhe të varfërve që përfitojnë prej teje. Mirë po urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga keqja është diçka që përfitojnë krejt. Ti patjetër dosh me fal namaz. Patjetër dosh me dhon zakat. Mirë po patjetër dosh me qenë edhe nga ata që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Sepse dobia e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga keqja lidhet me shoqërinë, mbar shoqërinë dhe ngritjen e tyre. Besimtarët dhe besimtarët janë bashkëpunëtor me njëri tjetrin, janë aleat i njëri tjetrit, urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, falin namazën dhe japin zakatin, respektojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, të tillët Allah do t'i mëshirojë. Do t'i mëshirojnë këtë botë me rrugdalje, do t'i mëshirojë në këtë botë me rizq, do t'i mëshirojnë në këtë botë me udhëzim të plot, do t'i mëshirojnë në këtë botë me përforcim dhe në botën tjetër me xhennet dhe me shikim në fytyrën e Allahut të lartë madhruar. Andaj nuk është për çudi që urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka qenë një herët edhe porosia e çdo pejgamberi ndaj popujve të tyre.
porosia e çdo pejgamberi përveç popujve tyre edhe ndaj antarëve të familjes së tyre. Nëse ka dikush në mesin e njerëzimit që e ka marrë dhe ka përqafuar misionin e urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, në mënyrën më të plot dhe më të sinqert, janë sahabët, shokët e pejgamberit, dhe janë ata që ecën rrugës së tyre nga ky ummet, sepse ummetet tjera nuk e kanë zbatuar këtë porosi të pejgamberëve të tyre, e kanë lënë anash dhe mu për këtë arsye dhe kanë devijuar, dhe mu për këtë arsye dhe janë shuar nga historia dhe janë haruar. Ndërsa ky ummet është veçuar prej të tjerëve për shkak se ka marrë, të vetmit janë që kanë marrë me seriozitet të plot dhe me sinqeritet të plot misionin e pejgamberëve të vazhdojnë në urdhërim në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Prej ajeteve kuranore që tregon se urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga keqja ka qenë gjithashtu edhe porosia e çdo pejgamberi antarëve të familjes së tyre, është ajeti kuranor ku Allahu xhalla shanuhu flet për Luqmanin, i cili e porosit të birin e tij, djalin e tij me shumë këshilla të arta, në mesin e tyre thot ja bunayya, o djali im, aqimis salah, fale namazin, wa'mur bil ma'ruf, urdhëron të mirë, wanha anil munkar, dhe ndalon nga keqja, wasbir ala ma asabak, dhe të durosh në atë çka të godet pastaj. Inna dhalika min azmi al-umur, dhe ja që kjo është ajo lidhëmëria ma e madhe e jotja me Allahun xhalla shanuhu dhe me fenë e tij. Gjithashtu Allahu xhalla shanuhu i ka lavdruar besimtarët dhe besimtarët në Kur'an me këtë cilësi që e posedojnë, duke i përgëzuar ata se kanë shpërblime të pakufishme, duke mos u acaktuar atyre se çfarë është shpërblimi tyre. Ne kemi në Islam shpërblime të caktuara. Nëse e bën një vepër e ki këtë shpërblim, apo këtë sevape. Nëse e bën këtë vepër e ki këtë shpërblim, apo këtë sevape. Mirë, po janë disa ibadete në Islam që kanë shpërblim të pakufishëm. Nuk caktohen me numër. Dhe për këtyre ibadeteve që kanë shpërblim të pakufishëm, është urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Thot Allahu xhalla shanuhu, wat-taibun, dhe ata që pendohen, wal-abidun, ata të cilët janë adhurues e Allahut, al-hamidun, të cilët e falënderojnë Allahun, as-saihun, ata që bëjnë jihad, ar-raki'un, ata që bëjnë Allahut ruku, as-sajidun, ata të cilët Allahut i bëjnë sejdë, al-amiruna bil ma'ruf, ata të cilët urdhërojnë të mirë, wan-nahuna 'anil munkar, dhe ata të cilët ndalojnë nga e keqja, wal-hafidhuna li hududillah, dhe ata të cilët ruajnë kufijtë e Allahut, wa bashshiril mu'minin, e ti Muhammed përgëzoj këta besimtar. Këtu përfundon ajeti. Me çka? Atë e din vetëm Allahu. Përgëzimi këtu ka ardhur në mënyrë të përgjithshme, pa e definu me çka. Shpërblimet ndaj këtyre njerëzve, këtyre kategorive të muslimanëve, që kanë në vete këto cilësi dhe tipare, kanë shpërblime të pakufishme nga ana Allahu xhalla shanuhu në mënyrë të vazhdueshme. Pra, ajo çka mësojmë ne nga këto ajete kuranore, kur folëm se besimtarët dhe besimtarët bashkëpunojnë me njëri tjetrin, urdhërojnë të mirën dhe ndalojnë nga e keqja, mësimi më i madh që nxjerr nga ky ajet kuranor është se stabiliteti në fe dhe në shoqëri arrihet nga bashkëpunimi i ndërsjellë dhe jo nga izolimi dhe braktisja. Është e vërtet se urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja ka shumë sakrifica, kërkon sakrifica, dhe ai që e bën këtë, e merr përsipër këtë mision, ballafaqohet me shumë peripeti,
Mirë po, mos të harroj se ai e ka edhe një shpërblim të pakufishëm nga ana e Allahut. Ka përkrahjen direkte të Allahut xhaleshanuhu ndaj tij. Pre argumenteve kuranore gjithashtu që flet për rëndësinë e urdhërimit të mirë dhe ndalimin nga e keqja është se Allahu gjithashtu ka porositur me këtë gjë në Kur'an. I ka porositur popujt, i ka porositur njerëzit, i ka porositur besimtarët. Është një ajet kuranor që të gjithë hatibat, ligjerusit në përhutben ditën e gjumës, e përmendin këtë ajet kuranor në gjuhën shqip, në gjuhën arabe, e që kishte qenë shumë mirë nëse hatibat, ata që ligjerojnë në hutben në ditën e gjumës, të ndalin dhe të tregojnë edhe urtësitë e këtij ajeti kuranor që vazhdimisht e citojnë në fund të hutbeve të tyre, ku Allahu xhaleshanu thot inna Allah ya'muru bil adl. Me të vërtet Allahu urdhëron me drejtësi, wal ihsan dhe bëmirësi, wa ita'i dhil qurba dhe të japet të bëhet mirë të afërme, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar dhe ndalon nga amoraliteti dhe të këqijat, wal baghi dhe mizoria, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, ai ju këshillon juve me shpresë që ju të betdisoheni, të përkujtoheni. Do me thonë edhe Allahu xhaleshanuhu urdhron në drejtësi, urdhron në të mirë, po ndalon nga e keqja. Po tregon se kjo është një gjë që Allahu xhaleshanuhu e lyp edhe kërkon edhe prej besimtarëve. Përveç që ai urdhron me të, në të njëjtën kohë duhen me qenë edhe besimtarë prej atyre që e marrin përsipër këtë porosi të Allahu xhaleshanuhu, sepse Allahu vetë është ai që ka urdhëruar në të mirë dhe ka ndaluar nga e keqja, me qëllim të këshillimit dhe përkujtimit të besimtarëve. Prej ajeteve më madhështore në Kur'an, që tregon dobin e urdhërimit të mirë dhe ndalimin nga keqja, gjithashtu është edhe fjala e Allahut kur tregon për besimtarët e mirëfill të cilët nëse Allahu atyre u mundson të jenë më këmbës mbi sipërfaqen e tokës. Nëse Allahu mundson atyre udhëheqësinë në tokë, çfarë janë cilësitë e tyre, tiparet e tyre? Thot Allahu xhaleshanu: "Alladhina in makkannahum", ata robët e mi të Allahu xhaleshanu, të robët Allahut janë ata të cilët in makkannahum, nëse ne I japim atyre më këmbësinë në tokë, udhëheqje, çka bëjnë? Aqamus salah, e falin namazin, wa atawu zaka, e japin zakatin, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, dhe urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Për arsye se besimtarët e dinë se nuk ka mundësi një shoqëri të ruhet dhe të rrënjoset në të stabiliteti, siguria, paqja, udhëzimi, morali, përveç se nëpërmjet përmendjes Allahut. Përmendja më e lartë e Allahut është nëpërmjet namazit. Dima më e madhe që është prej robërve ndaj njëri tjetrit është zakati, gjithashtu urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, o vëllezër, është një prej shkaqeve më të mëdha që Allah të mos ta dënoj një njeri apo një popull me një dënim përfshirës. Madje edhe nëse në mesin e një shoqërie, në mesin e një populli, për shkak të shumë fishimit të këqijave dhe të këqinjve, po e zëm që Allahu xhaleshanu cakton për ta ndonjë dënim dhe don t'i dënoj ata, është obligim I Allahut të shpëtoj ata të cilët urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Thotë Allahu xhaleshanu një ajet kuranor, dëgjoni me vëmendje këtë ajet madhështor. Falamma nasu ma dhukiru bih, dhe kur ata haruan me atë çka u përkujtuan nga ana e Allahut. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su, ne I shpëtuam ata të cilët ndaluan nga keqja. Këtu është ajo poenta e argumentimit me këtë ajet kuranor, ku Allahu thot se kur zbret dënimi Allahut është gjithëpërfshirës, për musliman dhe jo musliman.
kush shpëton mesin e muslimanëve nga dënimi i tij, kush përjashtohet nga dënimi i gjithëpërfshirësi i Allahut, nëse zbret një popull mbi një popull, ata të cilët ndalojnë nga keqja dhe urdhërojnë në të mirë. Dhe kur ata haruan me atë çka u përkujtuan, anjayna alladhina yanhauna 'anis su, ne i shpëtuam ata të cilët ndaluan nga keqja. Wa akhadhna alladhina zalamu, dhe ne i dënuam ata të cilët bën mizori, bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, dhe i dënuam ata të cilët bën mizori me një dënim të madh për shkak të prishjeve tyre që i kanë bën mbi sipërfaqen e tokës. Në këtë ajet kuranor tregon Allahu qartazi se shpëtimi vetëm në çdo kohë, edhe nëse arrin devijimi e keqja gradën më të lartë, pjedestalin më të lartë, është i atyre të cilët urdhërojnë në të mirë, ndalojnë nga keqja. Nga se para këtij ajeti kuranor, para saj, Allah tregon ngjarjen e një grupi të besimtarëve të cilët kur nuk e kanë braktis urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, kur saqë edhe ata të devijuarit dhe ata që kanë humbur shpresën nga çdo lloj mëshire dhe Allah xhalla shanhu kanë thonë: lime ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Pse po i këshilloni ata të cilët Allahu do t'i dënoj, është duke i dënu, edhe është duke i shkatru me një shkatrim të madh? Qalu ma'dhiratan ila rabbikum, si argument për e bëjmë këtë punë, si argument ndaj neve para Zotit ton, si arsye që ai na shpëtoj neve nga dënimi i tij, me shpresë që ata t'i friksohen Allahut. Pastaj thot Allah, edhe kur ata pastaj haruan nga atë çka u përkujtuan, ne i shpëtuam ata të cilët ndaluan nga keqja. Pra, ai besimtari i mirëfillt është ai besimtar, apo hoxha i mirëfillt, besimtari i mirëfillt, besimtare më e mirëfillt është ajo që kur nuk e braktis urdhërimin e të mirë, ndalimin nga keqja, kur nuk e kaplon pasiviteti ato dhe ajo grad e pasivitetit dhe zhgënjimit derisa thot u kry. Në këtë popull nuk ka hajër. Janë shkatru. S'ka dobi fjala mirë. S'ka dobi urdhrimin e të mirë, s'ka dobi asgjë ndalimin nga keqja. Këta besimtar kur nuk e thënë kështu. Nga se Allah neve na ka sjellë shembull këtë ajet nga popujt e mëhershëm, se si ai grup i besimtarëve nga mesi i tyre, kur nuk e braktisnin urdhërimin e të mirë, ndalimin nga keqja, madje edhe në momentet kur Allah ka filloi të zbras dënimin dhe shkatrimin e tij ndaj tyre. Ata ishin vazhdimisht ende aktiv me urdhërim në të mirë. Dënimi dhe shkatrimi Allah të realizoi vazhdimisht, po këta në mesin e tyre vazhdimisht ishin edhe aktiv me çka? Me urdhërim në të mirë dhe ndalimin nga keqja, dhe kështu Allah i shpëtoi ata nga ai dënim. I përjashtoi nga ai dënim i madh, nga ai shkatrim i madh. Andaj besimtari nuk gëzon kur të zhgënjehet, të destabilizohet, edhe të dorëzohet dhe thot u kry çështja, ka përfunduar, nuk ka dobi të urdhërohet në të mirë, nuk ka dobi të ndalon nga keqja. Besimtari i mirëfillt, besimtari i fortë, besimtar me plot kuptimin e fjalës, është ai besimtar që kur nuk pushon nga urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga keqja, edhe nëse me syt e tij e sheh se si Allahu lëshon dënimin nga qielli apo dënimin nga toka, ai nuk e lën këtë mision, po vazhdimisht është aktiv edhe në këtë gjendje. Ka një ether nga Ibn Abbasi, kënaqësia Allah të qoftë mbi të, ether të vërtet, se Allahu xhalla shanuhu ka marrë përsipër, si ka marrë Allah përsipër të shpëtoj këta besimtar që janë të devotshëm. Allahu në disa ajete tjera kuranore për ata që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja dhe janë aktiv me vepra të mira, ai afron Allahut vazhdimisht me vepra të mira, Allahu xhalla shanuhu ka thonë për ta, Allahu din shumë mirë
kush janë këta të devotshmit nga robërët e tij. Dhe çdo vepër që mirë ata e bëjnë, nuk ju refuzohet atyre. Allahu është gjithdijshëm për robërët e tij të devotshëm. Kush janë këta? Ata që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Ibn Abbas i thot, sikur se 7 palë qiell, njëra pas tjetrës bien, duke u shkatru, dhe 7 palë tokë, njëra mbi tjetrën bien, shkatrohen. Në mesin e këtyre është një rob i Allahut, një, që ka frikë Allahun, dhe që ka qenë nga mesi atyre devotshme që kanë urdhëruar në të mirë dhe nga ndaluar nga e keqja, është obligim i Allahut ta nxjerrë nga idenin. Nëse të gjithë 7 palë qejt dhe 7 palë tokë shafitën dhe shkatron tërësisht, Allah ka për obligim ta nxjerrë dhe ta shpëtoj atë rob të tij besimtar. Andaj me çfarë besimi dhe me çfarë logjike ka mundësi muslimani të dorëzohet, kur e dim se Allah neve na ka garantuar që ata që urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja janë të shpëtuar, janë të mëshiruar, janë të përkrahur nga ana Allahu xhalla shanuhu në çdo moment. Andaj vëllezër dhe motra, ata dhe ju të gjithë që keni ambicie për Islam, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u ndaloni nga urdhrimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Jeni aktiv në jetën tuaj të përditshme, me ligjërata, me fjalime, me postime, me shkrime, me libra. Se cili musliman dhe muslimane ka obligim të triumfoj fenë Allahu xhalla shanu duke urdhëruar në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe Allahu xhalla shanu të gjithashtu ka treguar një ajet tjetër Kur'anu në kapitullin Hud, se Allahu nuk e shkatron një popull mizorisht përderisa banorët atij populli janë prej atyre që janë përmirësues. Andaj, në këtë kohë që jemi duke jetuar ne, kohë me plot sprova, me të këqija, me amoralitete të ndryshme, të gjitha llojeve dhe ngjyrave, nuk mjafton këtë kohë për një musliman me qenë i mirë, edhe për një muslimane, por patjetër do të i kalojmë në fazën e dytë për me qenë i mirë dhe përmirësues. Me qenë i mirë dhe përmirësues. Mu për të arsye Allah xhalla shanu thotë: "Wa ma kana rabbuka liyuhlika qauman ahluha muslihun." Nuk i takon Allahu xhalla shanuhu ta dënojë një popull përderisa banorët e tyre, qytetarët e tyre janë përmirësues. S'ka thonë ata që janë të mirë, se e mira është përveç për ty, dhe sa përmirësimi është për ty dhe për tjerë. Kur ti je përmirësues, përveç që je i mirë për veten tënde, je i mirë i dobishëm edhe për shoqërinë. Andaj nuk mjafton me qenë veç i mirë në këtë kohë. Dhe asnjë kohë, mirë po sidomos këtë kohë. Edhe kohërat që vijnë mas neve do të jenë edhe shumë më të vështira. Andaj ne duhet të kalojmë në fazën e të qenerit muslih, me qenë përmirësues, jo vetëm salih, me qenë i mirë, po do të me qenë muslih, do të me qenë përmirësues. Dhe vetëm kështu ne krijojmë një lloj stabiliteti në veten tonë, ndaj fesë Allahu xhalla shanu në raportin tonë me Allahun, dhe të krijojmë stabilitet në mesin e shoqërisë, duke ruajtur ata nga amoralitetet të ndryshme, nga shkatrimet e kohës, qofshin ato shkatrime ideologjike apo morale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet thot: "Pasha Allah në dorë të secilit është shpirti im, ose urdhëroni në të mirë dhe ndaloni nga e keqja, ose Allahu do t'ju zbret mbi ju një dënim që kur ta lutni pastaj Allahun, ai nuk ju përgjigjet juve." Por ky hadith kaq kërcënues tregon se pasiviteti në të urdhëruar në urdhërim në të mirë dhe ndalim nga e keqja është prej shkaqeve të mos pranimit të lutjeve të muslimanëve. Nëse dojna na Allahu më na u përgjigj lutjeve tona,
nëse dojnë anat që Allahu Gjellëshanu të realizojnë dëshirat tona, në përmjet duave që ne i drejtojme Allahut, atëherë pa tjetër qka, për të mirën tonë, spari, ne duhet të urdhrojmë në të mirë ndalim nga keqja, sepse kush është ai që përfiton mas shumë ti nga ky mision? Ai që urdhron më të mirë dhe ndalon nga keqja. Pse përfiton? Sepse duat i ka të pranuara tek Allahu. E nëse ne pasivizohemi dhe nuk jemi aktiv dhe braktisim urdhrimin e të mirë ndalim nga keqja, atëherë kur shtohet e keqja, dhe nëse ne i lutemi Allahut, Allah nuk na u përgjigjet neve, sepse e kemi braktisur një farz shumë të rëndësishëm të Allahu Gjellëshanuhu, që patjetër është dashur ne të veçohemi me ato në jetën tonë, e që Allahu Gjellëshanuhu se shkak i veçimit tonë neve me këtë mision, për kushtimit tonë në këtë mision, Allahu Gjellëshanuhu na i përgjigj lutjeve tona. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një shembull shumë të mirë me ata që urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja në mesin e një shoqërie. Dhe ka përngjasu një shoqëri që urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja me një anije, që në atë anije ka udhëtar të profileve, llojeve të ndryshme, të mirë dhe të këqij. Secili udhëton ka hyrë në atë anije për të shkuar në një vend i caktuar që ai e ka vendosur. Mirë po, nëse në mesin e këtyre njerëzve që janë në anije, janë një grup njerëzish që vazhdimisht mundon ta shkatrojnë anijen, që të depërtoj uji dhe të fundoset, a thua vallë ata që janë prezent në atë anije, a kishin toleru këta njerëzit të vazhdojnë punën e të shkatrimit të anijes, derisa të fundosen, apo të gjithë kishin nxitu që t'i ndalojnë ata nga i shkatrimi i anijes, që mos të fundosen të gjithë. Patjetër se logjika shëndosh thot, jo, të gjithë kishin mobilizu kundër atij grupi që mundohet ta shkatroj anijen për të fundoset në det. Andaj edhe shembulli e atyre që urdhrojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja është sikur se shembulli e atyre që janë në anije, që pengojnë ata që mundon ta shkatrojnë atë anije që të përmbyset një shoqëri komplet. Kështu vret ajo rëndësia dhe pozita e lartë që kanë urdhruesit në të mirë dhe ndaluesit nga e keqja një shoqëri. Dhe nëpërmjet tyre arrihet stabiliteti. Vetëm nëpërmjet tyre arrihet siguria në shoqëri. E jo duke heshtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të vërtetë thot: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush sheh prej juve një të keqe, le të mundohet ta ndryshoj atë me dorën e tij. Fa in lam yastati', nëse nuk mundet, fa bi lisani, atëherë me gjuhën e tij. Fa in lam yastati', nëse nuk mundet, fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Edhe nëse nuk mundet me dorë dhe me gjuhë, atëherë s'paku ta urrej me zemrën e tij, edhe pse kjo është besimi më i dobët. Pra besimtari më i fortë kush është ai që mundohet ta largojë një të keqje me dorë. Nëse nuk mundet, atëherë me gjuhë, nuk pushon nga urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, nuk bën të veprohet kështu. Kjo është shirk, kjo është bidat, kjo është mëkat, kjo është prishje, kjo është kështu, kjo është ashtu. Vazhdimisht urdhërojnë në të mirë, qoftë me gojë, qoftë me postime, qoftë me shkrime, qoftë me qëndrime, kur nuk ndalen nga urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja me gjuhët e tyre. Sepse kjo tregon fortësinë e imanit. Fuqinë e imanit që e kiti ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Dërsa ai që e urren një të keqe vetëm me zemër, kjo tregon se ai ka besimin më të dobët. Dhe se heshtja e tij një aspekt konsiderohet edhe pjesëmarrje në atë të keqe. Konsiderohet pjesëmarrje në atë të keqe, edhe pse Allahu Gjellëshanuhu e den se ai ka urrejtur në zemrën e tij. Mirë po,
ajo urrejtja e zemrës së tij ndaj të keqës nuk i bën dobi që ta shpëtoj atë nga dënimi i Allahut nëse zbret Allah ndonjë dënim, qoftë në këtë botë edhe në botën tjetër. Ata që i shpëtojnë dënimit Allahu xhalla shanuhu këtë botë dhe në botën tjetër, janë ata që ndalojnë sheshazi, qartazi nga e keqja dhe urdhërin të mirë me gjuhët e tyre dhe me duart e tyre. Shkruajnë libra, shkruajnë postime, shkruajnë tema, shkruajnë thënie, përkthejnë, punojnë vazhdimisht, flasin, mbajnë ligjërata, këshilla japin, ndërsa ata të cilët heshtin e urrejnë me zemër, ata nuk kanë siguri nga shpëtimi i dënimit Allahu xhalla shanu. Argument pse s'kan shpëtim këta njerëzit edhe pse urrejnë me zemër një të keqe, është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë zgjot i trishtuar nga një ëndër që ka parë rreth Yajujit dhe Majujit. Thot la ilaha illa Allah, thot pejgamberi kur u rrëzu nga gjumi. Wailun lil arab, mirë për arab, min sharrin qad iqtarab, për një sherri që është afru atyre. Futiha al-yawm, është hapur sot. Min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi, është hapur sot nga pengesa e Yajujit dhe Majujit sa kjo, një vrim sa kjo, e ka bashkuar gishtin tregues me gishtin e madh. Njëra nga bashkëshortet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë afër me të, i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, anuhlaku wa fina as-salihun, ana dënon Allahu, a shkatrohemi ne në mesin ton ka njerëz të mirë ende? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: na'am, gjithsesi, idha kathura al-khabath, kur të shtohet e keqja. Do të thonë, qenërit ton i mirë nuk të shpëton nga dënimi i Allahut në mesin e të këqive kur je, sepse je pasiv. Ekzistenca jove është si mos me ekzistoj hiç. Ekzistimi yt në shoqëri, duke u nis nga i parimi se unë e kqyri vetëm veten tem, mjafton unë me qenë i mirë mes meje dhe Allahut, mu së më intereson çka bëhet jashtë, së më intereson çka bëhet me shtëpitë Allahut, nuk më intereson mu çka po bëhet me fjalën e Allahut, kush po shpif ndaj tij, nuk më intereson mu kush po lufton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë e kom punën tem, e kqyri punën tem. Ti me këtë pozit, me këtë qëndrim, ti nuk ke kur far dallimi nga ata të cilët bëjnë të këqija. Do të thonë ti nuk po e dallon veten nga mesi i tyre hiç fare. Për atë dosh me qenë përmisues. Nuk mjafton një shoqëri me pas njerëz të mirë, mos me pas përmisues. Po do të me ai popull me qenë i shpëtuar, do të me pas njerëz të mirë përmisues. Ata që janë të mirë, të kalojnë në fazën e përmirësimit, e jo të mjaftojnë me të qenet i të mirë vetëm mes tyre dhe Allahut xhelle shanuhu. Pra Islami kur nuk toleron heshtje totale. Islami kur nuk toleron me qenë muslimani pasiv. Islami kur nuk toleron muslimani me qenë neglizhent. Thot Imam Ebu Hanifa, Allah më shëroft, nuk lejohet që një njeri të hesht nga e keqja dhe duhet të mundohet të largoj atë sa më parë, sepse heshtja është pjesëmarrje në të. Ndërsa Sheikhul Islam Ibn Taymi, Allah më shëroft, ka thonë, me urdhërim në të mirë dhe ndalim nga e keqja, ngritet feja Allahut, ruhet bota dhe përmirësohen krijesat. Ndërsa Ibn Qayyim, Allah më shëroft, ka thonë, kush braktis detyrën e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja, njerëzit e ligë do të marrin kontrollin në shoqëri. Zemrat errësohen, friga kaplon trupat dhe shoqëritë shkatrohen. Pra, shkatrohen, kaplojnë trupat, friga, e shumë smundje tjera psiqike për shkak të këqijave që janë duke mbretëruar në shoqëri. Për shkak se vazhdimisht ndëgjon keq, për shkak se vazhdimisht sheh keq, për arsye se vazhdimisht qëndron në mesin e njerëzve të këqij, këto vetë ju ndikojnë pastaj në natyrën e tij
dhe i bëjnë trysni psiqike që ai pastaj të ketë probleme psiqike dhe probleme trupore. Edhe kështu vjen deri te shkatrimi, edhe kjo është dëshira e armiqve të Islamit. Andaj vëllezër, të gjithë ata që janë hoxhallar dhe ata që nuk janë hoxhallar, u bëj thirrje prap që në këtë kohë ku jemi duke jetuar na, ku e keqja ka marrë hovin dhe nuk ka të ndalur, dhe të këqin që janë duke udhëhequr çdo kund dhe kanë shtirë rrënjët e tyre thellë në për institucione, në vende publike, në vendet private, e në shumë vende tjera, është obligim i ynë si besimtar dhe si hoxhallar të angazhohemi ma tepër me urdhërim në të mirë dhe ndalim nga e keqja. Nëse dëshirojmë në mesin të jem në mesin e këtij ummeti, më të mirë të dalën ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës nga mesi i njerëzve dhe të arrijmë këtë shpërblim të Allahu xhaleshanuhu që e ka vlerësuar këtë ummet ndaj ummeteve tjera me këtë mision të shenjtë. Lusë Allahu xhaleshanuhu që të na forcoj në urdhërim në të mirë dhe ndalim nga keqja, dhe të na shtoj dijen dhe na përkra Allahu xhaleshanuhu kudo që të jemi, dhe të na forcoj me bindje, me iman, dituri të shëndosh, dhe të na mundsoj të flasim drejt dhe gjëra të qelluara që shkaktojnë kënaqësinë e Allahut dhe jo hidhrimin e tij. Fjala ime përfundimtare për këtë ligjërat është: Allahu e din më së miri. Aty ku kam qelluar është nga dhuntia Allahut mbi mua, dhe aty ku kam gabuar është nga dobësia ime dhe shejtani, dhe se Allahu dhe i dërguari i tij janë të pastër nga çdo emet dhe dobësi e imja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.